Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin, për të sjellur pranë jush ngjarjet, diskutimet, dinamikat, pikpyetjet që në fakt janë ngritur te publiku për marrëdhënien e Eglit edhe Gjestit. Një marrëdhënie e cila nisi shumë vrullshëm në shtëpi, nisi me shumë premtime, nisi me shumë besime deri tek e ashtu quajtura martesë. Por, si që duket, Gjesti pati luhatje të ndryshme, nuk pati bindje në zemrën e tij për emocionet të cilat herë ka plonin shumë, herë se ka plonin fare për Eglin dhe përfunduan në gjendjen në të cilën e i pam. U bë lajm i madh që Egli vuante nga depresioni, Egli vuante nga mendorja, do të thënë gjëra të tilla, por në fund të ditës doli që Egli kishte qenë vetëm e smur nga një viros mbi të cilën e kishte kaluar dhe tashmë është rikthyer më e lumtur se kur në shtëpinë e Big Brotherit, apo të paktën ashtu ajo tregohet edhe prezantohet tek publiku. Egli Tako, një banore shumë e preferuar dhe shumë e dashur, prajmin e kaluar u bë pjesë e këtij formati me një vendim dhe me një televotim i cili u hap po në spektakël. Që me hyrjen e Eglit, Gjesti me njëherë pati disa ndryshime, produksioni vendosi që të ndaloj dronat të mos kalojnë në shtëpi për Gjestin, do me thënë të mos ketë asnjë lloj të shkruar, asnjë lloj shkrimi, të jetë thjesht një fotografi e Gjestit, e cila do të shkonte si dron me asnjë lloj informacioni dhe mesazhi nga jashtë, dhe kjo e vështirësoi pak më shumë lojën, që në momentin e parë kur Egli hyri në shtëpi, Gjesti e kuptoi se gjërat më kanë ndryshuar dhe loja nuk është ashtu siç ka qenë. Tashmë, le të themi, banorja e cila Gjesti vetëm flet edhe mund t'i tregon diçka, është Mura. Mura është banorja që Gjesti zakonisht i ndan të gjitha mendimet dhe i ndan të gjitha dyshimet e tij në raport me banorët, por edhe në raport me Eglin. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë shumë interesante, teksa Gjesti po gatuan të darkën për të ngrënë. Ne kemi kuptuar që Gjesti është një gatues perfekt në ushqime, dhe produksioni lishon këngën e parë të cilën e ka publikuar në kanalin Top Media Music, ish kanali i këngëtarit dhe ish fituesit Big Brotherit Luiz Eli, këngën e Eglit edhe të Kellit. Egli kur është rikthyer në shtëpinë e Big Brotherit dhe vazhdon domethënë edhe sot e dje, marrëdhënien e saj me Kellin e ka shumë të afërt. Le të themi, Kelli ishte njeriu i fundit i cili i foli Eglit së bashku me Xhenin për gjendjen e saj shëndetësore, për ndjenjat e saj, për emocionet e saj, gjëra të cilat Egli nuk mundeshte dot t'i kontrollonte. Në momentin kur Egli u rikthye, u afrua shumë me Xhenin dhe mbrëm teksa po qëndroni në verandë të pozicionuar në këndin, le të themi, të majtin nga brenda shtëpisë së Big Brotherit të pishinës, Egli po bisedonte dhe po e ndjente dhe po e shijonte këngën e cila tashmë është publikuar jashtë me Kellin. Kelli mori një informacion në këtë rast, sepse Kelli nuk e dinte që kënga e tij është publikuar. Kënga është publikuar pa videoklip, me patjetër kur Egli dhe Kelli do të dalin nga shtëpia, ose do të bëjnë një këngë të re, ose kësaj do t'ja fokusojnë videoklipin. Gjesti ishte banori i cili e dëgjonte për herë të parë këtë këngën si të gjithë banorët e tjerë. Por, do me thënë, reflektimi apo ajo ngurtësia apo shoku të cilin Gjesti e përjetoi ishte shumë e madhe. Gjesti gjatë kohës kur po gatuante dhe që po shikonte përballë një femër që dikur i thonte të dua, një femër që dikur linte kokën pas tij, një femër që dikur jepte maksimumin, mbrëm, do me thënë, nuk e injoronte krejtësisht edhe nuk i jepte dashurim, por nuk i jepte as edhe vëmendjen. Tani është bërë situata shumë interesante. Dikur Egli luftonte për vëmendje, dikur Egli luftonte për dashuri, dikur Egli luftonte për një moment të bukur nga ana e Gjestit. Sot është Gjesti ai i cili lufton për vëmendje, sot është Gjesti ai i cili lufton për dashuri. Domethënë e ka mendjen tek Egli edhe në çdo diskutim ai mundohet që të merr këtë vëmendje. Egli nuk është se i foli fare, do me thënë hyri brënda në dhomë, me kastile i bën Egli këto gjërat, duke provokuar Gjestin, do me thënë kalon nga veranda ku ishte e pozicionuar me Kellin dhe më pas me Loredanën që po bënin shaka, po argëtoheshin, dhe mënyra se si Egli po qeshte
mua më jepte shumë të kuptoj, sepse në mënyrën që po qeshte shumë e lumtur, ajo po shikonte herën në të majtë, herën në të djathtë, shikonte në qoftë se e shikon gjesti, si vepron ai, mimikat e tij, ku po shkon ai, etj, do me thënë ajo thellë në zemër përsëri e do atë djalë dhe përsëri e ka ndjenjën e gjestit, ajo e tha këtë edhe në spektakël, por mua nuk më duket krejtësisht e shëruar sepse duke besuar që vajzat apo njerëzit të cilët qeshin në atë mënyrë aq shumë dhe nuk e kanë mendjen tek biseda në të cilën ato bëjnë, unë jam shumë i bindur që Egli akoma nuk është e shëruar plotësisht dhe Egli akoma nuk është në gjendjen e saj më të mirë për të vazhduar këtë lojën dhe uroj që kjo ngjarje apo kjo situatë apo ky moment të mos zgjatën vetëm 3 ditë, por të jetë një moment që të jetë vërtet reflektues tek Egli, sepse të gjithë njerëzit do kishin dashur të shohin dashurinë, me patjetër, sepse dashuria është momenti më i bukur në jetë, por do donin të shohin edhe lojën dhe qëllimin, por të njohim edhe historinë të Eglit më rënjësisht, sepse nuk po e njohim pothuajse fare, e njohim vetëm si një këngëtare. Dhe gjesti bën ca reagime interesante, por është lojtar shumë i zgjuar. Do me thënë, unë jam shumë i bindur që gjesti nuk do të bie pre e lojës së Eglit, por do të jetë situata ku Egli përsëri, duke mos e menduar situatën, do të bie pre e lojës së saj dhe kjo do të jetë vërtet do të jetë diçka shumë e çuditshme në këtë shtëpi dhe do të jetë e befasueshme se si mundet një njeri të bie përsëri pre e lojës së tij. Gjesti nuk është se e vuan shumë të pjesën, për shembull Egli, do bëjmë një krahasim, Egli mërziteshte, binte në depresion, lëndoheshte, qante, rinte e vetme, shtriheshte në krevat, kur Gjesti i thonte që ne të bisedojmë nesër. Do me thënë kjo e nesërmja për Eglin ishte një diçka e paritshme. Ndërsa për Gjestin është një diçka okej, ke vendosur të bisedojmë nesër, e lëm nesër, mos e vrit mendjen, le të jemi nesër në bisedë, rëndësi ka që ti të jesh mirë kur të duash ti. Të paktën kështu ja tha Gjesti Eglit, sepse e kanë lënë për sot të bisedojnë dhe unë mundohem që të ndjek të gjitha ngjarjet moment në moment për të arritur të kap momentin kur Egli edhe Gjesti do të sqarohen mes njëri tjetrit dhe do bisedojnë mes njëri tjetrit. Do kisha dashur shumë të shoh qëndrimin e Eglit në këtë rast, por njëkohësisht edhe qëndrimin e Gjestit. Pa marrë parasysh asaj që ndodhën, Gjesti vazhdon të jetë shumë i lumtur, vazhdon të jetë shumë energjik, edhe pse ka lojën shumë të rëndë, sepse duhet të vepron i vetëm në të gjithë këtë format, në gjithë këtë shtëpi, por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj për të gjithë këtë kolaps që ne nuk mund të marrim dot një përgjigje.